Cilat janë pasojat emocionale që vinë pas një divorci? Për fëmijët pak a shumë e biseduam, për fëmijët e vegjël ndihen më shumë fajtorë dhe kanë më shumë ankth tek anën e ndarjes ndaj njëri prind. Për adoleshentët janë më të irrituar, më agresiv, ndihen sikur prindit i kanë tradhtuar me atë që kanë bërë. Për prindit kuptohet është një lloj traume duke nisur një jetë të re, sepse nuk ka person që është martuar dhe thotë dua të ndahem në fillim. Dhe mund të jetë depresion, që quhet grief. Janë 5 stages të grief, sikur të vdes njeri, sepse divorci është quhet vdekje në anën psikologjike, në anën vdekje emocionale. E para është shaku, shokohet personi. E dyta është bargaining, ndoshta ose anger, mund të jetë agresiviteti ndaj njëri tjetrit. Ti e patë faj, domethënë patë në pjesën e inatit në njëri tjetrit, domethënë duke bërë tjetrin fajtor, ose njëri tjetrin fajtor. Pastaj nis bargaining, që bargaining ndoshta edhe mund ta rregullojmë të lidhje, ndoshta u ndituam, ose është kjo që ka shumë e vështirë. Depresioni është pjesa e katërt që bie në depresion e kupton që kjo nuk ka për ndryshuar, kjo do jetë jeta e re tani që duhet të nisim. Edhe pastaj acceptance, që e kupton që po ndodh, tani duhet të ecim përpara se të ecim më mirë. Por çifti kalon të paktën vitin e parë, është një nga vitet më të vështira sepse shpërngulet rënjët e një familjes dhe ndahen në 2 pjesë. Dhe ajo domethënë të krijosh një jetë të re me 2 familje të ndryshme është e vështirë. Është e vështirë me një familje, jo me 2. Doktoresh, juve sollët shumë element dhe këshilla për fëmijët që kanë prindit divorcuar dhe folën për gjëra konkrete. Po një përmbledhje, këshilla nga ana juaj, se si do të ndihmojnë prindit e divorcuar fëmijët e tyre. Që thashtë më parë, që e më e rëndësishme për prindin është të kujdeset për veten. Një nënë e divorcuar duhet të nisë ditën në sa më shumë me qetësi me veten e saj, të kujdeset të pi një gotë çaj, të bëj një ecje, kjo është për nënën, për babain, të marrë në telefon dikë që e ndjen që sporton dhe nuk e gjykon. Nëse e ndjen që këto simptoma fillojnë që nuk është pagjumësi, nuk ha më tepër se duhet ose më pak, nuk ka dëshirë për jetën, domethënë nuk dua të dalë, domethënë mbyllet në veten e saj ose në veten e tij, kuptoj që anën profesionale ne tani kemi gati 30 vit në këtë fushë, njerëzit më të shëndetshëm janë ata që shkojnë te terapisti. Po e them edhe përsëri, njerëzit më të shëndetshëm janë ata që shkojnë te terapisti, se ne kemi një lloj stigme. Ti shkon në terapist, ka diçka të gabuar me ty. Është e kundërta. Prindi të kujdeset për veten e tij, prindi të kujdeset për partnerin, dhe të mos thotë fjalë të këqija ndaj njëri tjetrit. Është gjë më e keqe që ne mund t'i bëj vetes dhe familjes, megjithëse janë të divorcuar. Dhe prindi duhet të kujdeset aq më tepër për fëmijën, duhet të shikojë simptomat e fëmijës, dhe të ketë një komunikim të hapur dhe të validojë, të thotë fëmijës ke shumë të drejtë që ndihesh kështu, nuk është faji jot, nuk është vendimi jot. Kjo ndodhi dhe ne jemi të gjithë të mërzitur, por dhe ta normalizoj që nuk jemi as të parët dhe as të fundit, nuk është diçka që ndodh dhe është mbaron jeta. Për arsye sepse, siç e thash më parë, ka shumë familje që ne nuk bisedojmë hapur, po ka shumë familje që në familje në probleme në çift do kesh gjithë jetën. Nuk do të thotë që është gjë e keqe, po ka shumë familje që janë abuzive. Dhe nëse ato familje janë abuzive dhe nuk janë ndarë, është më keq. Nga jashtë duket, nga komuniteti duket që është shumë mirë, por nga brenda fëmia e vuan shumë tepër dhe një prind i ndarë që nxar për arsyeën e duhur dhe ka paqe në 2 familje të ndryshme, duhet të kujtojë veten pse janë ndarë dhe të bëhen më të mirë për veten, më të mirë për njëri tjetrin dhe më të mirë për fëmijët e tyre. Doktoresh, a është e vërtet se divorci sot është në rritje dhe cilat janë arsyet që të çojnë në divorc? Ato më kryesorët. Arsyet e divorcit, siç e thash më parë, janë ana financiare, stresi financiar, që në fakt kjo më ka çuditur dhe vetë, sepse e prisja diçka tjetër, prisja më shumë një lloj komunikimi ndaj njëri tjetrit. Komunikimi është e dyta, për arsye se nuk është komunikim nga ana intelektuale, është komunikim emocional.
Një person me një diplomë si puna ime, që di shumë mirë të flasë dhe të komunikoj, në qoftë se unë jam e mërzititur për diçka, mund ta komunikoj shumë keq atë që unë e ndjej. Nuk më të artikuloj ashtu siç duhet në moment. Një person që nuk e di nga i vjen kjo është akoma më keq. Se nuk ka zbuluar veten. Pjesa që është më e rëndësishme që duhet të negojë është droga, alkooli, shëndeti mendor. Këto janë në rritje. Për arsye se këto janë në rritje, atëherë fakt tjetër që kuptoj që familje do të kenë pjesë e saj. Dhe janë faktorë që nuk mund të anashkalohen dhe thua mos i zero këto në gojë, se mund të themi punëstimi, paga, stresi, stigma ka ndryshuar. Por këto lloj gjërash, droga, alkooli dhe shëndeti mendor, pikti në komunikim mund të jetë edhe nga një person i depresuar, një person i irrituar. Dhe këto janë faktorë të rëndësishëm që lidhja mund të mbahet nëse ti shkon te terapisti para se të ndahesh. Por nuk duhet të shkosh kur ke një krizë të madhe. Rëndësi ka që të shkosh sa më shpejt. Dhe si puna që kur shkon te doktori një herë në vit, ti mund mos të një problemi, po shikoj se ke ato vital. Dhe sa më mirë së komunitetin e fillojmë të gjejmë pjesën pozitive të psikologjisë. Nuk është rëndësishme që personi të shkojë në terapi, por të kujdeset për veten, nëse s'ke mundësi ta bësh me vetë, atëherë kërkon ndihmë. Cilat janë pasojat në shëndetin emocional, fizik, po gjithashtu edhe personal për krijimin e personalitetit të fëmijës kur kemi abuzime në familje? Pasojat fizike që janë më të lehta për të kuptuar është pjesa e stomakut dhe dhimbja e kokës. Ka edhe domethënë gjëra të ndryshme që prindi të ketë kujdes, domethënë tani mirë, po të dhem stomaku, po të dhem koka, po duhet të shikosh edhe gjëra të tjera, pa gjumësia për shembull. Fëmia nuk flet dot gjumë, ka frikë. Fëmia ndihet domethënë edhe koka shpesh vjen nga ana emocionale. Por një nga gjërat më të rëndësishme që kuptuar kur është një lidhje abuzive është që truri i fëmijës fillon shrink, zvoglohet. Dhe amigdala, që quhet është pjesa kur shprika e trurit, madhohet. Tani ky fëmijë kur rritet, është gjithmonë në hyperactivity, hyper alert. Sidomos ti mund të shikosh fëmijë që nga njëherë dhe kërcejnë shumë, lëvizin shumë, bëjnë trazira gjatë kësaj kohe. Nuk janë të qetë. Nuk janë calm. Po. Farë. Një që shkon dhe për prindit, nëse flet dot gjumë. Nëse kjo zgjat mbas 2 javësh, shumë herë një gjë që të vrejt të shkron, domethënë është torturus. Kjo është nga ana psikologjike, po kalon diçka të vështirë. Duhet të kujdeset, duhet të shkosh te doktori. Rënja nga pesha, duke rënë 20 pounds në një kohë shumë të shkurtër. Irritimi, mos shkuarja në punë, nuk ke fuqi, nuk ke mundësi të shkosh në punë, nuk ndihesh shumë e lodhur, ose i lodhur. Ngritja e cigares, alkoolit, siç e thashë më parë, edhe nëse kjo s'ka qenë arsyeja, sidomos për burrat, për gjinin mashkullore, mund të shkojë te alkooli dhe te cigaria më tepër për të ndihmuar veten në moment. Kuptohet që nuk është gjë pozitive, por këto janë arsyet, që duhet shikosh. Doktoresh, në një familje që ka abuzime, ka mosmarrveshje, a do të ishte më mirë një divorc me marrveshje? Jo, do të ishte më mirë që ata të gjenin rrugën e mirëkuptimit në fillim. Nuk ka gjë më të mirë se një lidhje, një çift të shkojë dhe të bëjë gjën të pamundur. E di që sidomos për kulturën tonë është shumë e vështirë të shkosh te një terapist. Por po të them, është një gjë aq private që me ligj unë humb licencën nëse të ndikoj tjetër. Dhe po shkove te një terapist i mirë që të kupton, sepse duhet të dikush që kupton dhe kulturën pak a shumë, se dhe kjo duhet përmendur. Por gjëja më e mirë është të shikosh si mund t'ja dalësh. Për arsye sepse ka të divorce që ndodhin paraprakisht, që s'duhet të kishin ndodhur. Dhe lihen, neglizhohen për një kohë shumë të gjatë derisa ndodh. Doktoresh, cila është më rëndësishme dhe si është më lehtë të ndërtosh një marrëdhënie familjare apo të ndërtosh anën ekonomike dhe karrierën? Ana ekonomike dhe karriera janë diçka që duhet për të patur një jetë më të mirë. Por nëse ti nuk e krijuar një familje të shëndetshme,
karriera dhe ana financiare nuk të sjell kënaqësi. Të sjell anën për të patur një jetë më të lehtë. Por ne pak a shumë e dim ka njerëz që janë shumë të varfër dhe janë të lumtur me njëri tjetrin. Nuk ka gjë më të mirë se të krijosh një familje të shëndetshme. Nuk ka gjë më të mirë se të punosh me veten dhe të jesh i shëndetshëm. Leku është i domosdoshëm për të paguar mortgage-in, qiran, ndoshta të shkosh në një pushim mirë në vit, por nuk është aq i domosdoshëm, nuk të jep kënaqësinë shpirtërore. Dhe gjëja më e varfër që mund të bësh është që të fokusohesh te karriera dhe te ana ekonomike dhe të neglizhosh familjen. Sepse ajo kohë neglizhimi së familjes, sidomos për fëmijët e vegjël, po dhe po të mos kesh fëmijë fare, ajo kohë ikën. Dhe njerëzit e kanë shkuptuar këtë gjë, kujtojnë sepse sa më shumë lekë të nxjerr do jemë aq më mirë. Me statistika, Amerikë, një familje, pare dhe jeton, kuptohet, po me $75,000 në vit, një familje, është shumë, ndoshta tani pak më tepër se janë ditur çmimet, po janë më të lumtur se një familje që nxjerr 2 fishin ose 3 fishin. Sepse ajo familje që nxjerr më shumë, kërkohet të ikë nga shtëpia më shumë, punon më tepër. Cili është mesazhi juaj lidhur me temën për shikuesit e televizorit shqiptarëve të Amerikës? Mesazhi për çiftet që nuk kanë nisur lidhjen familjare dhe nuk kanë fëmijë është për të biseduar me njëri tjetrin gjërat kryesore që ndajen, që sjellin në divorc, paraprakisht, për të evituar divorcin. Atëherë komunikimi, fëmia, feja, leku, stresi, edhe informacia. Si jemi më të mirë me njëri tjetrin që të krijojmë një familje të shëndetshme. Ndërsa për një familje që është e martuar dhe janë në konflikt, kërkon ndihmë sa më shpejt. Mos e lërë, mos e neglizho veten, për arsye sepse kjo lidhje mund të mbrohet, mund të jesh, divorci mund të evitohet. Për një lidhje abuzive, dhe njëri nga personat se kërkohet 2 në një lidhje që të punohen së bashku, dhe njëri nga personat nuk do ndihmë, atëherë kuptohet është gjëja më e mirë ndarja, sepse e vuan të fëmia dhe njëri tjetri, dhe për një lidhje që është në procesin e ndarjes ose e ndarë akoma, të kujdesen për veten, të kujdesen për fëmijën, por nis nga vitja në fillim, mos neglizhohet ana emocionale. Të falenderoj shumë doktoresh, shikues nderuar, ishim me doktoreshën psikologën Sënila Sojdarësi, është jo vetëm pronare e 2 klinikave të mëdha në Chicago, por njëkohësisht, që vazhdimisht unë e them, është edhe krijuesja dhe presidentja e fondacionit Care for Albanian, e cila do na japi neve tjetë si iniciim për gjithë shqiptarët, ndoshta s'krijojmë dot fondacione, por ne kemi mundësi që të jemi bamirës edhe me pak, ashtu siç thotë edhe Nën Tereza. Të falenderoj shumë edhe me shpresë të shikojmë në studio këtu në Michigan. Faleminderit, Jani. Faleminderit. Gjithë mirë.